Lëvizja vetëvendosje po fiton shumicën ndërmuese të votave me postë. Pas 84.78% të votave të procesuara në platformën e KQZ-s, lëvizja vetëvendosje prind se e para me 71.63% të votave të fituara, apo gjithsej 16.124 vota. E dyta aktualisht është Lidhja Demokratike e Kosovës me 10.54% apo 2.373 vota, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 9.07% apo 2.041 vota. Kurse Alianca për Armërinë e Kosovës ka arritur të marrë 4.46% të votave me postë apo 1.004 vota në total. Kandidatët më të votuar nga lëvizja vetëvendosje janë Albin Kurti me 15.330 vota, Glau Konjusa me 13.767 vota, Albulena Axiu me 9.514 vota. Ndërsa te Lidhja Demokratike e Kosovës, më i votuari është lideri i saj, Lumir Abdigjiku me 1.867 vota, i pasuar nga Hikmete Bajrami me 1.674 vota dhe Uk Rugova me 1.488 vota. Nga Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza ka fituar 1.867 vota, Arjan Tahiri 1.095 vota dhe përparim Gruda 1.094 vota. Kurse nga Alianca për Armërinë e Kosovës, prind liderin Amush Haradinaj me 959 vota, i pasuar nga Davut Haradinaj me 767 vota dhe i ndjekur nga Besnik Tahiri me 696 vota.